Mësimi që na është udhëzuar në fillimin e shpalljes është kushtëzuar me emrin e Zotit tënd, që mund të shprehet në emër të vlerave të përgjithshme njerëzore, nga se Zoti është burim dhe mbrojtësi i atyre vlerave. Me emrin e Zotit do të thotë për të mirën e njerëzit dhe të shoqërisë. Sipas konceptit islam, shkenca duhet i shërbejë njerëzit. Keqpërdorimi i shkencës është të përjashtuar së pari me të mësuarit me emrin e Zotit dhe së dyti me udhëheqjen e begative të natyrës me emrin e Zotit. Këto dy dispozita islame e ndalojnë rreptësisht çdo lloj keqpërdorimi, qoftë zbulim teknik dhe begati materiale. Kurani i cakton shkencës vend vendimtar për realizimin e lumturisë në këtë botë, sepse shkenca me anë të arritjeve teknike mundëson prodhimin e madh të begative materiale, por është karakteristike se edhe për realizimin e lumturisë në botën tjetër, në masë të madhe e lidh shkencën me logjikën. Kështu, në surën El Mulk, ajeti 10, lexojmë: "Dhe thanë, sikur të kishim dëgjuar edhe pasur mend, ne nuk do të ishim ndër banorët e zjarrit." Lidhur me përgjegjësinë për të gjitha aftësitë e njeriut me të cilat ai është pajisur, i referohemi Kuranit. Kështu, në surën El Isra, ajeti 36, thuhet: "Mos ju qas asaj për të cilën nuk ke njohuri, pse të dëgjuarit, të parit dhe zemra, për të gjitha këto ka përgjegjësi." Dhe në surën Yunus, ajeti 36, lexojmë: supozimi nuk është asgjë ndaj së vërtetës. Prandaj, Kurani nuk lejon që të qëndrohet nga dyshimi. Ai këmbgul në hulumtimin dhe njohjen e plotë së vërtetës. Nuk duhet të mjaftohemi me gjysma të vërteta. Islami, gjinisë njerëzore i ka hapur të gjitha dyert e hulumtimeve shkencore, duke i dhënë emtorizime të pakuptimshme dhe liri të plotë. Sipas principit islam, çdo kërkim e hulumtim shkencor do të shpërblehet dy fish për mundimin. Mos së suksesi dhe gabimet në hulumtim shpërblehen për shkak të mundimit. Megjithatë, logjika e shkenca nuk janë gjithçka. Islami e çmon logjikën, por jo si të vetmin faktor. Njeriu është më tepër se material, ai është edhe qenie shpirtërore. Sipas Kuranit, njeriu është krijuar prej materjes, dheut, dhe në ato materje është frymëzuar një pjesë e frymës së Zotit. Pikërisht, elementi shpirtëror e bën njeriu njeri. Ai element synon diçka më të lartë, synon nga vlerat shpirtërore. Këtyre elementëve themelor, si përbërës social të njeriut, i përgjigjen dy cilësi të shpirtit njerëzor: logjika dhe zemra. Elementi hyjnor në qenien e njeriut, sinonimet e të cilit janë shpirti, zemra e ndërgjegja, është burim e bartësisë së bukurës, dashurisë, fisnikërisë, drejtësisë, të së vërtetës, i tërë asaj që quajmë vlera shpirtërore dhe moralo-etike. Ky është elementi i rëndësishëm. Ai është objekt lëndë e edukimit. Arsimimi dhe edukimi janë të pandar, të cilët formojnë personalitetin e shëndosh njerëzor. Me përvojën formohet njeriu, e me diturinë kultivohen virtytet. Kurani thekson rëndësinë dhe rolin e elementëve shpirtëror. Kurani vendos baraspeshën në mes të logjikës dhe zemrës. Logjika është burimi i vlerave shpirtërore. Begatit materiale duhet të vijnë në shërbim të vlerave të përgjithshme njerëzore. Njohuritë dhe kuptimet që vijnë me anë të logjikës kanë vlerë të vërtetë vetëm atëherë kur pushtojnë zemrat dhe shpirtrat tanë, dhe kur bëhen pjesë përbërëse e vullnetit, kur bëhen pjesë përbërëse e ndërgjegjes sonë, dhe kur shndrohen në përjetime e ndjenja të thella. Kjo është shkalla më e lartë e njohjes, e cila në momentin kur shndrohet në vullnet, ndjenja e përjetimit del prej sferës së njohjes dhe hyn në përjetim të brendshëm. Zbulimi është vazhduesi i njohjes dhe kalimi në një kualitet të ri. Zbulimi na mëson se nuk mjafton të dish të vërtetën, por atë duhet ta përjetojmë thellë. Pranë logjikës qëndron zemra, si burimi i njohjeve, vullnetit, bukurisë dhe i të gjitha virtyteve dhe vlerave. Kurani, këtij faktori i kushton kujdes të madh. Në shumë vende, Kurani i drejtohet zemrës
kalb, shpirtit, nefs dhe ndërgjegjes damir. Logjika dhe shkenca si produkt i saj kanë fushën e vetë të veprimit. Ajo fushë është rreptësisht e caktuar me natyrën e botës së dukshme. Shkenca mbetet në kufijtë e botës së dukshme. Atje ku materia e humb dukurinë, në atë moment hapet terreni shumë i pasigurt për shkencën. Islami qëndron në pikpamjen që pas botës së dukshme ekziston një esencë shpirtërore nga e cila është krijuar kjo botë. Në thelbin e botës shpirtërore, gajb, logjika nuk mund të depërtojë. Ajo nuk e mohon, por nuk mund ta kuptojë. Mosnjohja ose pamundësia nuk mund të jenë argumente të mos ekzistencës përtej kufive të mundësive të njohurive tona. Është e kuptueshme se me mjete të kufizuara nuk mund të kuptohet e vërteta absolute pa kufizuar, e cila qëndron jashtë kohës e hapësirës. Megjithatë, nga të dhënat relative të mëdha shkencore e bashkohore, ne dim shumë pak, madje edhe për tokën mbi të cilën jetojmë. Duhet zbuluar edhe më shumë në planetin tonë. Ne dim shumë pak për vete dhe jetën tonë të brendshme. E çfarë mund të themi për kozmosin e mëtej? Ne flasim e argumentojmë se shkenca është pjesë përbërëse e Islamit dhe se mendimi islam është progresiv e krijues.